Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në asamblen e Partisë Socialiste të njësisë 3. Leoni që në fillim ta nis me një falënderim dhe një mirënjohje për secilin prej jush, bashkëkryetar, antar të shtabeve tona drejtuese të Partisë Socialiste, për shtabin qendror, për 2 bashkëkryetarët, Erionin Xhanin, gjithë ekipin, faleminderit drejtueses suaj politike, Klotildës, për gjithë punën dhe angazhimin tuaj dhe sigurisht edhe rezultatin më të mirë në Tiranë që ju keni marrë fal punës suaj në zgjedhjet e 11 majit. Fakt, njësia 3 është njësia që në zgjedhjet e 11 majit doli me një rezultat krahasuar me 2021-shin me 1.5% të votave më shumë. Është njësi në fakt në Tiranë që jo vetëm fal punës suaj, por edhe punëve të mira që janë bërë, na ka dhënë besimin dhe na ka bërë që ta marrim edhe si një njësi kampione të asaj se çfarë mund bëjë një ekip që punon fort, ashtu sikurse dhe i gjithë ekipi i Tiranës punoi, i kandidatëve dhe i strukturave të Partisë Socialiste. Por fakti që ju ishit dhe jeni një njësi fituese e para në Tiranë për sa i përket rezultatit pozitiv, tregon që këtu me lhemi në tharmi i mirë, i pozitivitetit, i energjisë, i angazhimit me njerëzit, i kontaktit me qytetarët, është thellë i rënjosur në strukturat tona, po dhe përtej strukturave tona. Ajo që ka bërë diferencën dhe ne i kemi bërë këto analiza dhe kemi reflektuar shumë së bashku, është ekipi. Dhe Partia Socialiste punoj si një skuadër me energji edhe pasionin për bërë më të mirën për Tiranën dhe për Shqipërinë. Ndaj edhe në këtë mbledhje asambleje ku ne do të bëjmë sigurisht një bisedë të hapur, por të tjera takime do të pasojmë me gjithë organizatat socialiste për të folur për punët e Tiranës, për të folur për punët për Shqipërinë. Do të kemi mundësi që jo vetëm të diskutojmë hallet, problemet e të përditshmes në përballje me sfidat e brendshme, por edhe ato të jashtme që impaktojnë në fakt jetën tonë të përditshme, masat që po marrim për të adresuar këto sfida. Por gjithashtu do të kemi në fokus një proces që tashmë ne kemi nisur dhe që është proces i rëndësishëm qoftë për organizmin ton politik, që është rienergjizimi i strukturave të Partisë Socialiste në gjithë vendin dhe sigurisht edhe në Tiranë, e gjithashtu edhe mobilizimi dhe hapja, zgjerimi i partisë drejt më shumë vajzave, grave dhe të rinjve. Dhe nëse ju keni një tjetër pikë të fortë, të dua ta them këtu, të atij rezultati pozitiv që ju e keni marrë sepse struktura e Partisë Socialiste njësisë 3 është në shumicën ndërmuese me përfaqësi të forta të grave në çdo nivel të vendimtarit. Dhe këtu dua që të bëj një falënderim sepse gratë dhe vajzat e kësaj njësie kanë treguar që me angazhimin dhe forcën e tyre dhe duhet të jeni dhe shembull për gjithë tjerët dhe bashkë do ta bëjmë të mundur që të arrisim edhe më shumë përfaqësimin e grave dhe vajzave në strukturat tona, në antarësinë tonë si mbështetëse, sepse modeli ekziston, modeli është në gjithë Tiranën, por ju jeni modeli përfaqësues. Ndaj jam i bindur që do bëjmë edhe më shumë për sa i përket hapjes partisë dhe antarësisë së re me vajza, gra dhe të rinj të reja. Në gjithë këtë vit, direkt me njëherë pas zgjedhjeve, ne nuk kemi humbur asnjëherë komunikimin së bashku. Kemi bërë dëgjesat, kemi dëgjuar hallet, shqetësimet, kemi mbledhur në gjithë Tiranën më shumë se 2700 çështje, probleme, shqetësime që janë pjesë në fakt e një platforme dhe agende që ne jemi duke punuar për të adresuar për zgjidhje. Shumë prej tyre kanë marrë zgjidhje, të tjera ende ne nuk kemi arritur që t'japim një zgjidhje të qëndrueshme,
Patjetër që kemi sfida që lidhen me Bashkinë e Tiranës dhe këtë e kemi thënë dhe themi që na duhet që të punojmë edhe më shumë, pikërisht se është kjo situatë, ku na duhet të bashkojmë edhe më shumë forca për t'i dhënë jo vetëm shtysën e duhur punëve të mira, por edhe besimin një ekipi që është ekipi Bashkisë Tiranës që ka nevojë për mbështetjen e gjithëve ne. Jemi të angazhuar maksimalisht që t'i qëndrojmë në kohë punëve që lidhen qoftë me bashkinë, po edhe me institucionet e tjera qendrore, sepse në fund ditës njerëzit duan shërbime, duan që të gjejnë zgjidhje për problemet e tyre, dhe problemet e tyre nuk janë individuale, janë probleme që lidhen kryesisht me komunitetin, me infrastrukturën, me shërbimin e pastrimit, me shërbimet sociale në territor, me hapësirat publike për cilat duhet punojmë akoma më shumë për të çuar përpara projektet që tashmë duhet bërë realitet për hapësirat për fëmijët edhe për të moshuarit dhe për çështje të cilat lidhen drejt për drejt me bashkëjetesën komunitet dhe për një jetë më të mirë për qytetarët kudo ku ata jetojnë në çdo lagje urbane, periferike apo rurale. Ndaj për ne është e rëndësishme që edhe në këto momente të jemi tërësisht të angazhuar t'i komunikojmë vërtetat. Të komunikojmë ato që sot është më e rëndësishme se asnjëherë në lidhje me ekonominë, me qëndrueshmërinë e ekonomisë. Dhe të kesh ekonomi të qëndrueshme në një kohë kur krizë pas krize ka ardhur dhe je përballur, do të thotë që politikat, që agenda në tërësi e politikave ka qenë ajo e duhura, sepse ka sjellë rritjen e pagave, qoftë në sektorin privat, po mbi gjithë në sektorin publik, ka sjellë mbështetjen për grupet në nevojë, po sjell vendimarrje të reja sa i përket familjeve, të cilat kanë nevojë të mbështeten dhe këto janë gjithë pjesë e programit tonë qeverisës të Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030. Kemi edhe në njësinë 3 një organizim të ri që do të bëjmë. Njësia 3 ndahet në 2 bloqe dhe do të drejtohet nga Iris Luarasi, një blok, deputete e Tiranës, e angazhuar edhe politikisht në flas në drejtim të zgjedhjeve të përgjithshme në njësinë 7 në Tiranë, tashmë vjen këtu në njësinë 3 për të drejtuar një blok të kësaj njësie. Patjetër bloku tjetër drejtohet nga Klotilda Ferhati, ish deputetja juaj, me kontribute spikatura në fakt për rezultatet domethënëse që ka arritur kjo njësi fal drejtimit të Ildës bashkë me skuadrën e Partisë Socialiste këtu, dhe sigurisht që ashtu sikur se kemi vendosur në njësitë e Tiranës, drejtues politik të qarqeve të ndryshme, ne na bashkohen në Tiranë për të fuqizuar akoma më shumë strukturat tona, për të dhënë akoma më shumë mbështetje, jo vetëm Partisë Socialiste në kuptim të strukturave, por me gjitha marrëdhënieve me komunitetin dhe vëmendjes që komuniteti do për të patur më shumë në territor për më shumë komunikim intensiv me njerëzit. Ndaj Ervin Demo, drejtues i qarkut të Beratit për Partinë Socialiste, ministri ynë i pushtetit vendor, do t'i bashkohet njësisë 3 pikërisht për të patur edhe më shumë ndihmë dhe mbështetje për organizimin politik në njësinë numër 3. Pa dashur të zgjatem më shumë, ne detyrat e Asamblesë Kombëtare i kemi të qarta. Faleminderit të gjithëve. Dhe lejoni që t'ja fjalën kryeministrit, kryetarit Partisë Socialiste, Zoti Edi Rama. Shumë faleminderit për pranimin tuaj. Domethënë se do thosha dhe parë sa seriozisht jeni angazhuar për të qenë pranishëm dhe jam mirënjohës për këtë. E para duhet të them që nuk e di, nuk i kam numëruar eksakt se i sati është ky takim që bëjmë me Ogertën, ku unë jam i pranishëm, por ky është takimi i parë me një asamble ku rezultati i zgjedhjeve të kaluara
është një rezultat me rritje dhe jo me rënje. Dhe prandaj dua të them që mirënjohja është për ju dhe jo për mua. Dhe unë ju jam mirënjohës për punën që kemi bërë, që keni bërë natyrisht për Partinë Socialiste, për veten, për familjet, për komunitetin tuaj, por edhe keni bërë për kryeqytetin. Dhe nga 12 qarqe që ka Shqipëria, 10 janë me rritje, 2 janë me rënje. Sot Partia Socialiste ka barën që të realizojë një mundësi që për herë të parë Shqipërisë i ka ardhur në dorë. Unë mendoj që në historinë tonë asnjëherë fati nuk i ka buzëqeshur shqiptarëve si tani. Kur asnjëherë. E kanë menduar shqiptarët që po ju buzëqesh. Kur Shqipëria u çlirua nga pushtuesit edhe hyn në rrugën e socializmit për të ngrënë me luk floriri e për të qenë gjithë barabartë etj, por rezultoi që nuk ishte rruga e lumturisë, ishte rruga e shkatrimit. E kanë menduar shqiptarët që po ju buzëqesh edhe kur u çliruan nga diktatura dhe u bën njerëz të lirë. Por në fakt ishte përsëri një moment kur, si në rastin e parë, fituam lirin, por nuk kishte njëri respekt për ne. Na pranuan me nënqeshje dhe nga halli, kur ju vajtëm në për brigje e në për dyer. Dhe na trajtuan si mos më keq nga të katër anët, sikundër edhe Shqipëria vetë nuk arriti dot që të impononte asnjë lloj respekti. Për arsyet që i dim shumë mirë. Për herë të parë, nuk jemi vetëm ne që duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, por është Bashkimi Evropian që do të na bëj pjesë vetën realisht, jo me fjalë. Se me fjalë kanë thënë ata që ditën e parë ne ju duam këtu e se ju jeni si ne, ardhmja juaj e shtu, po u bën vite kur i kam dëgjuar unë ata që i thoshin këto, i kisha të tëra flokët, i kisha të zeza, e tani mund të shikoni vetë çka ka mbetur, ndërsa tani ata e besojnë këtë gjë, e duan këtë gjë dhe ne kemi fituar respekt dhe besim. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që ne duhet të shfrytëzojmë këtë kohë që kemi tani për sa kohë ata e kanë derën hapur. Isha me disa të ri para 2 ditësh që po më morën këta ministrat që merren me drejt për drejt me negociatat, edhe u qua një student aty, tha po mirë, dakor, ta unë dha i marrë vesh to dha, po qarë fitoj unë nga kjo? Unë dha, po duhet i jashtë, po duhet studioj jashtë. Edhe i thash, ti duhet të mësosh, duhet të kuptosh që mund të shkosh, patjetër që ti shkon jashtë. Por sa po të zbresësh atje jashtë, je i huaj. Në sekondin që zbret, për sa kohë Shqipëria nuk është antare e Bashkimit Evropian, ti je një huaj. Momenti kur Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian, ti je vendas. Pra, momenti që Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian, çdo shqiptar nuk është më vendas thjesht në vendin e vet. Ktu është atë dheu. Ndërsa vendi është gjithë Evropa. Po kjo nuk ka një kuptim simbolik. Nuk është thjesht çështja që ti nuk kalon më në asnjë lloj tuneli, pasaportash e gjërat, po ti kalon nga ajo që thot qytetar. Po ti kur shkon në universitet, i thash, ti nuk ke më një tarif 10 fish më të lartë se i huaj. Ti ke një tarif njësoj si ata që janë aty. Ti mund të shkosh të provosh veten në Universitetin e Varshavës, të Lisbonës, të Madridit apo të Helsinkit. Në të gjitha këto universitete ti je vendas. Dhe
në asnjë nga të universitetet ty nuk thonë paguaj më shumë se ti ke ardhur nga Shqipëria. Jo, ti ke ardhur nga Bashkimi Evropian. Pastaj, mbasi ti regjistrohesh si vendas, nëse ti duhet shkosh tek mjeku, po ti jesh i huaj, do paguash si huaj te mjeku. Po ti jesh vendas, do paguash si vendas, ose s'do paguash fare. Dhe të gjitha shërbimet që do marrësh ti si student, do t'i marrësh si vendas ose do t'i marrësh si huaj. Dhe kështu prindërve tu o do t'i kushtoj sa frëngu pulën studimi yt, ose do t'i kushtoj sa që kushton edhe vendasve të tjerë që është në sistemin publik diçka plotësisht e arsyeshme. Pastaj do mbarosh universitetin, do të shkosh në punë, po mund të shkosh ti. Edhe tani nisesh shkon atje, po nisesh shkon atje je ilegal. Dhe deri kur të sistemohesh, të marrësh ato të famshme letrat e tjerë, do heqësh picirin. Ndërsa nëse je vendas, ti do kërkosh punë sot në Itali, nesër në Suedi, pas nesër në Poloni, ku duash. E do rish aty ku pëlqen. Ose ku duket se e gjetë, ose do kthehesh tu, s'ka rëndësi. Dhe mbi të gjitha, ndodh diçka që ne nuk e kemi pasur kurrë në histori dhe të vegjëlit nuk e kanë dot kurrë, po të jenë jashtë një marrëdhënie të sigurt me të drejtë. Ndodh që Shqipëria merr një asiguracion demokratik, sepse bëhet një vend i Bashkimit Evropian ku pavarësisht se çfarë thonë njerëzit që ankohen për gjëra që nuk shkojnë, por harrojnë se sa shumë gjëra tjera kanë fal atij mekanizmi, është një vend me garanci nga institucionet. Dhe për këtë arsye është gjithë ky proces me drejtësinë, prandaj ata insistojnë shumë te drejtësia, sepse janë institucionet që vendosin për njerëzit. Kështu që për gjitha këto arsye dhe për shumë të tjera, ne duhet jemi të vetëdijshëm për një gjë që na ka ardhur ne në dorë që ne të bëjmë histori këtu. Kjo është histori. Prandaj, ky proces që kemi filluar sigurisht që lidhet me fillimin e punës për zgjedhjet e ardhshme, se ne këtë punë kemi bërë gjithmonë, kemi filluar gjithmonë përpara. Ata ku janë tani në këtë orë që po flasim ne? Ku janë ata? Jo, më ku janë? Mos janë duke fletë gjumë. Se Luli po ata të tjerët ku janë? Janë në për kafe, janë në shtëpi, janë duke bërë, me siguri nuk janë duke bërë një takim tashti se si do organizohemi ne për, po kjo nuk është sot. Kjo është çdo ditë, çdo mbasdite, prandaj pastaj thonë jo po patronazh. Po çfarë patronazh? Ja ju jeni patronazh. Kush janë patronazh? Suksesin nuk na e fal njeri ne. Tani fillojmë rritjen sistematike të pensionave. Mirë po, nuk është diçka që nuk e dinim, nuk donim ta bënim etj. Por nuk e bënim dot. Dhe ju e dini shumë mirë, se më keni ndjekur edhe kemi takuar dhe herë tjera përpara, që kur pyesni dore si do bëhet me pensionen, unë thosha një gjë që ishte e vërteta. Nuk i kemi mundësi ta bëjmë sot, duhet të rrisim ekonominë, duhet të rrisim mundësitë që të kemi mundësi të paguajmë pensionet, se nuk mund të bëjmë aventura. E pra e bëm këtë. Ne i kemi rritur mundësitë. Tani si ndodh kjo që ne rrisim mundësitë edhe korrupsioni që nga rritur? Se nuk shkojnë këto dyja. Në një vend ku rritet korrupsioni, nuk rriten mundësitë e rishpërndarjes. Nuk ndodh kjo. Nuk rriten të ardhurat në buxhetin e shtetit, nuk rritet numri i përfituesve nga garat publike, nuk rriten pagat, nuk rriten pensionet, kështu siç po i rrisim ne. Dhe siç ju kemi thënë, në janar filloi rritja X, janarin tjetër do jetë X herë 2, janarin e 2028 do jetë X herë 3, janarin e 2029 do jetë X herë 4 dhe në 2030 do jetë X herë 5. Dhe do arrim tek ato nivele pensionesh që janë të arsyeshme,
jo të mjaftueshme, por të arsyeshme për Shqipërinë. Një program tjetër që do besoj do ta fusim shpejt, se është një program që do të na sigurojë që duke filluar nga familjet në ndihmë ekonomike, ti pajisim me një kartë të cilën ata ta përdorin për të marrë ushqimet në çdo vend që ka kasë, dhe kështu ne të garantojmë që gjithë çfarë paguan shteti për familjen ndihmë ekonomike shkon për ndihmë ekonomike, shkon për ushqimet bazë, sipas listës që do bëhet, dhe nuk shkon as për raki, që merr një burr i dehur edhe shkon pi raki, as për bixhos, dhe ky është vetëm hapi i parë dhe ky është vetëm kategoria e parë, sepse pastaj do të kemi mundësi me këtë sistem që në rast se do duhet bërë një paketë mbrojtëse, të mund t'ja japim te karta. Me këtë sistem do të bëjmë edhe gjithë mbështetjet për ata ushtarakët, për punonjësit e policisë, për të tjerë që shërbejnë jashtë qytetit etj. Përshëndetje. Së pari më njohje për gjithë punën dhe angazhimin tuaj, jeni në çdo moment me ne dhe për ne. Kjo vjet re dhe në njësinë 3 me gjithë punën dhe angazhimin tuaj dhe të gjithë Partisë Socialiste. Doja të bëja një pyetje në lidhje me ëndrrën e çdo shqiptari që është hyrja në Bashkimin Evropian. Ju e përmendët sadopak, por edhe sa kohë do presin shqiptarët për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Tani 2030 unë nuk e kam nxjerr nga xhepi. 2030 e kemi nxjerr nga një llogari e thjeshtë. Pikërisht pse Bashkimi Evropian është në atë fazën që u thash që ka hapur dyert dhe do që të marrë të tjerë, sepse lufta në Ukrainë e shkundi shumë fort Bashkimin Evropian nga i komforti që kishte zënë prej kohësh që jemi mirë kështu edhe ja të shohim, po nuk është koha për të zgjeruar se zgjerimi e tërë si vërci. U shkund e pa që gjërat ndërkohë shumë pranë Bashkimit Evropian lëvizën në një drejtim që ata nuk e prisnin. Dhe procesi mori një ritëm tjetër. Komisioni Evropian na vuri përpara një plan. Janë 6 klastera, 33 kapituj. Të gjitha ata kapituj kanë brenda 10 detyra. Për shembull, ti do të vish Bashkimin Evropian, po. Në kapitullin e sigurisë ushqimore. Ti duhet bësh këtë. Dhe këto janë detyra që i kishin vënë në përbllogje si në kalendar, edhe na thanë, është shumë ambicioze, por nëse ju mobilizoheni dhe i bëni këto detyra deri në fund të 2027-s, ne nga ana jonë këtu në katë parë do t'ju japim certifikatën për të hyrë në katë dytë. Sepse procesi ka 2 faza. Mbarojnë negociatat me Komisionin, që është si qeveria e Bashkimit Evropian. Pastaj duhet shkosh në çdo vend dhe të marrësh aprovimin e parlamentit XY27. Dhe normalisht kjo periudhë është 2 vjet. Nëse gjërat shkojnë okay, me që çdo gjë nuk shkon sahat fare, le të llogarisim fundin e 2027-s, gjysmën e 2028-s, prap 2 vjet, pra 2030 është një vit i arsyeshëm me këtë, nëse gjërat janë kështu. Dhe prandaj është kaq e tmerrshme kur njerëz që kanë mundësi të flasin me këdo qoftë në gjuhë huaj,
njerëz që japin intervista në për mediat huaja, njerëz që komunikojnë me grupe parlamentare të tjera dhe që përfaqësojnë, pavarësisht se përfaqësojnë këtu forca opozitare, nuk e kanë idenë se çfarë do mi bëjnë dhe as nuk ju intereson fare, kur nuk lën gur pa luajtur që të fusin dyshimin te Shqipëria, të fusin dyshimin tek procesi. Sigurisht që për Komisionin Evropian këto nuk pin ujë, sepse Komisioni Evropian i ndjek të gjitha 24 orë, 7 ditë javës ka këtu një ushtri me njerëz që mbajnë shënime për çdo fushë etj. Dhe ata nuk i gënjen dot. Ta çojmë deri në fund këtë gjë. Dhe mundësit i kemi. Nderuar kryeministër, unë doja të falenderoja për ardhjen tuaj këtu në komunitetin ton, sepse edhe ne kemi nevojë për një motivim në fundit, se vërtet jemi antarë dhe kemi punuar, po edhe neve kemi nevojë edhe për argumenta. Unë për këtë ju falenderoj që vini, na motivoni, shpesher na jepni shumë argumenta se si ne të punojmë, domethënë më cilësisht në komunitetet tona të vogla sipas ndarjeve. Kur bëm atë asamblen në Durrës, bëri një prezantim përgjithshëm Blendi Klosi. Kemi bërë edhe një progres shumë të rëndësishëm në pjesëmarrjen e grave në për organizatat socialiste, nga 24% duket i kemi çuar 33%. Ndërkohë që këtu, në këtë njësi, unë mendoj që arsyeja kryesore, me gjithë respektin për gjithë burrat tu, po edhe po mërzitën burrat, le të mërziten se dhe unë burr jam, kështu që ndaj mërzin bashkë. Arsyeja kryesore e rezultatit me rritje është fakti që këtu janë 53% gra. E pa Dibrën, mu hodhën në fyt gjithë ata, si thua ti çyryk, burrat e Dibrës, po ta tregojnë ty burrat e Dibrës, se burrat e Dibrës të bë. Dibra u bë si me qenë Vlora. Nuk e di për pak vota, se di eksakt sa, por mund merri mandat në 4. Pse? Se burrat shumica shkuan mbas grave. Partia Socialiste është oqean, nuk është lum, prua, liqen. Kështu që unë ndihem vërtet shumë mirë në këto takime, se këto takime mua më japin shumë energji edhe më kënaqin shumë që flas me ju. Do kisha shumë i lumtur të kisha mundësi të bëja më shumë takime të tilla. Për ta mbyllur, unë dua t'ju falenderoj sinqerisht, jo formalisht, që të rini të dëgjoni deri tani edhe të mos jepni shenja lodhjes, edhe mund t'jeni lodh, po shenja lodhje nuk shoh, ky është respekt i madh për mua dhe unë ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit.